Mund të themi 48 orë të fundit ka patur edhe 2 transferime të 2 të dënuarve me burgim të përjetshëm për shkak se ata kishin bërë të ditur përmes trupës së tyre mbrojtëse se ju rrezikohej jeta. Aq situatë serioze është në faktin se përtesa sigurinë supozojmë që ta kemi në kushtet më të larta, jeta e tyre apo e disa prej të dënuarve rrezikohet, ndonse supozohet sërish që të ketë autoritetet aty kur flasi për eksponent të veçantë të krimit dhe jo vetëm që janë të dënuar me burgim të përjetshëm dhe pas kërkesës së tyre të herpashershme, me sa duket është parë vendimi që ata të transferohen. Bie pak pesha tek autoritetet që e lënë të burgosurin apo e detyrojnë palëmbrojtëse që të kërkojë transferim? Ose pari, transferimi i personave nga një burg në një tjetër do të jetë i motivuar. Nuk vjen vetëm nga kërkesat, do të jetë i motivuar. Nëse nga avokatët ka kërkesa dhe kërkohet për transferim, sigurisht që avokati mbron të drejtat e klientit të tij. Kurse ai që mbron interesat e shtetit dhe të sigurisë është drejtori i përgjithshëm dhe administrata e burgjeve, e cila duhet me qetësi, me profesionalizëm dhe me një përgjegjësi institucionale të bëj apo jo transferimin nëse ka indicie dhe ka nga inteligjenca e brendshme e sigurisë së burgjeve ka indicie apo ka informacione të cilët mund të rrezikojnë jetën e njërit apo tjetrit. Nëse pastaj këto mund të bëhen jo të argumentuara, pastaj le vend për dyshim që mund të jenë favore apo jo ndaj personave të veçantë. Për shembull, nëse kishim një të burgosur të rrezikshëm siç ishte Bami dhe kalon nga burgu 313 dhe shkon ke fushkruja gati afër shtëpisë, edhe kjo duhet shikohet dhe të hetohet çfarë motivesh mund të jenë. A ka pasur brenda burgut në cilën ai është dërguar në momentin e parë persona të tjerë të cilët të rrezikojnë jetën e tij, dhe nëse ka rreziqe që vijnë brenda burgjeve, tregon edhe një herë që s'pas ka siguri brenda burgjeve, sepse edhe burgjet vet mund të kenë departamente, mund të kenë ndarje, mund të kenë element sigurie, pa që nevojë për të pasur kontakte ose mundësi që personat brenda tyre të kenë mundësi. Nëse armët futen brenda burgut, nëse brenda burgut futen sendet me metal perse, futen sendet të tjera të cilët janë të rrezikshme, patjetër që këto janë elemente rrezikshme jo vetëm për të burgosurit e tjerë, po janë të rrezikshme edhe për vetë stafin e burgjeve. Tash, në rastet e një pengmarrje, çfarë situate do të kemi? Sepse ai që është në burg s'ka çfarë të mbas, gjitha gjërat do të bëj për të fituar lirinë e tij. Kështu që kur themi të rritet siguria në burgje, do të thotë që të mos jenë vetëm këto operacione, të shërbejnë këto operacione si një aksion për të tronditur, po themi, dhe për të parë gjën reale të sigurisë në burgje, por kjo duhet të jetë një punë e cila duhet të jetë e përditshme, një punë e përditshme e cila duhet të krijojë besimin rreth parë edhe të ambientit publik, sepse ambienti publik nuk beson tek siguria në burgje dhe pra aq kohë sa nuk beson tek siguria në burgje, edhe ata të cilët kanë qenë bashkëpunëtor me drejtsinë, ose ata të cilët kanë bërë denoncime ndaj personave, ose personat të cilët kanë qenë të rrezikuar, mendonin se sa të trombër të ciklet do të jenë në momentin që personi mund të dalë nga burgu apo mund të arratiset nga burgu. Edhe drejtësia ka bërë punën, ku shpeshherë personave shka të lartë rrezikshmërie i kanë ndruar masën e sigurisë duke nxjerrë arrest shtëpie dhe nga arrest shtëpie një pjesë të cilët kanë qenë të kërkuar kanë pasur mundësi të largohen drejt atyre vendeve, të cilët pastaj me mund dhe me bashkëpunim ndërkombëtar kanë pasur mundësi për riadesin dhe rikthimin e tyre në territorin shqiptar. Pa gjitha këto janë ato që themi elemente sigurisë nëpër burgje dhe një vend është i sigurt kur ka dhe burgjet e sigurta. Në momentin që nuk kemi burgje të sigurta dhe nuk kemi një administratë besueshme dhe korrupsioni hyn edhe brenda administratës burgjeve, pastaj kemi element të dobësuar të sigurisë kombëtare. Softa, në intervistën e fundit që kemi patur së bashku, kemi bërë një lloj profili të kandidatëve për policinë e shtetit. Meqense folëm për drejtorin e ri të burgjeve, flasim pak dhe për zotin Hita si profil, ishte tek pritshmëritë, se nuk arrit ta kujtoj se jo kë preferoj e ti, po kë vlerësova më shumë. Zoti Hita është tek pritshmëritë, mendoj se do të bëj diferencën në krye të policisë së shtetit? Unë kam bërë një vlerësim për 4 drejtues të garës, për drejtorin e përgjithshëm policisë dhe me tjerë ishte edhe zoti Hitaj. Ajo çfarë unë e kam vlerësuar është mosha, është integriteti, është karriera, sepse ai vjen brenda sistemit,
Dhe çfarë unë kam pasur mundësi të them në mënyrë mediatike, ka qenë puna e mirë, impresionuese në drejtim të policisë së Durrësit. Kujtoni ato rastet në Shën e Vlesh, kur 3 fëmijë vrasin babain dhe shkojnë denoncojnë si të humbur, dhe rasti kur një djalë vret babain, e fut në puz dhe mbas disa ditësh thot kam humbur lidhjet me babain. Dhe të zbulosh rastet të tilla, të arrish në një kohë rekord, të bësh identifikimin dhe të bësh zbulimin deri ke arrestimi i personave, tregon një lloj profesionalizmi dhe një lloj pune të mirë si drejtues dhe si menaxher. Edhe në Fier ka pasur rezultate të tij, por momenti në të cilin ai është drejtori i përgjithshëm sigurisht një sfidë, sepse duhet të demonstrojë që nuk është vetëm një drejtues operacional që di të drejtojë qarqe, por është dhe një menaxher i mirë që duhet të di të drejtojë strukturat policore për të vënë eficiencë, edhe administratën e përgjithshme të policisë, por dhe strukturat të tjera, duke kërkuar të jetë njëri vizionar. Vizionar do të thotë për një polici që do të vi, për një polici që ne duam të bëhet, dhe aq më tepër e ka marrë në një moment shumë kritik, kur Shqipëria është drejt antarësimit të Vendit të Bashkimit Evropian, dhe roli i policisë dhe i sigurisë patjetër është një rol parësor, ku duhet standardet e punës së saj duhet të jenë brenda normave të Bashkimit Evropian. Është në provë patjetër, dhe ajo çfarë shpresoj dhe unë besoj do të jetë unifikimi brenda strukturës për të fituar dashurinë dhe mbështetjen e vetë punëesve të saj, të ketë mundësi të ndërtojë një zinxhir komandues eficient dhe të ketë mundësi, sepse një pjesë e mirë e drejtuesve të policisë nuk e kanë gëzuar besimin e vetë organizatës. Është shumë e rëndësishme ta kesh besimin e organizatës, sepse nëse nuk ke edhe besimin e organizatës, të shikojnë si drejtuesin e radhës. Pra, erdhi drejtori i ri, po 2 vjet e ka, do të ikë do vit tjetër, dhe janë gjithmonë në moment pritje dhe nuk janë në moment reflektimi për të kryer ato detyra për të cilët policia ka. Sostat, falenderoj shumë për këtë rezime që bëre se të konstituatës në drejtorinë e burgjeve dhe këtë aksion blitz, por edhe këtë vlerësim për kreioneritë policisë së shtetit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shkputemi për pak momente, rikthehemi në pjesën tjetër ku do të flasim pak për këtë ngrohje të temperaturave, veç më tepër që pushuesit në këtë fundjavë kanë zgjedhur Bregdetin me Alger Tarizin dhe pastaj dhe situatën në Bregdetin e Durrësit.